të minimizohen. Pas 20 vjetësh u ktheve në Kosovë dhe ç'a fillove me punu? Fillove me njerëz si profesor, si tash ju ishit një kuadër apo? Fillova me punu në kabinetin e Bajram Rexhepit, kryeministit të parë, dhe pas shumë dhe politika nuk jemi në koordinatat njëjta. U largova aty dhe fillova të punoj si përkthyes në Odën Ekonomike të Kosovës dhe çuditërisht ditë e parë do të thotë kryetari i ndjer Ismail Kastrati më kontrakton me përkthy në çdo gjuhë mrena agjendës ditore dhe ju duk që po më paguajnë shtrejt 40 marka në ditë, ma bani një kontratë si zyrtar. Pas 3 muaj dite ma bani një kontratë si zyrtar i lartë. Pas 6 muaj dite ma bani një kontratë si zyrtar i lartë për marrëdhënie me botën jashtme. Dhe pas 1 viti me emëruar drejtor për marrëdhënie me botën jashtme, pas 2 vite u bëra në kryetar dhe në vitin e tretë me emëruar për kryetar. Për kryetar. Është fol ardhja juaj, do më thënë, unë e mbaj mend, edhe është shkruar edhe është fol shumë në për kuluaret intelektuale, në që është kthyja ai Safet Gërxhaliu, është shumë i përgatitur, është kështu. E kuptoj që ndoshta edhe të skuqi ka pak me këto fjalë, po kjo ishte e vërteta. Edhe unë veç isha njohur me emrin tuaj dhe pastaj edhe ishte ai entuziazmi i madh që mrekullia është se po kthehet truri për me punu për vendin edhe për fat mirë dhe u zgjodhe kryetar i Odës Ekonomike dhe pastaj 2 mandate. Sa zgjasin 2 mandate? 8 vjet. 8 vjet. Po. Edhe gjatë aty në 8 vjetëve ke pas shumë suksese. Po, problemi më i madh që në mentalitetin tonë unë mund t'ju fali çdo gjë, po suksesi nuk ta fali. Dhe në këtë drejtim kam ndro që në këtë vend dijenia është më tepër mallkim se sa vlerë që është në funksion të shtetit. Është e vërtet. Koxha një gjam koniciane kështu me... Edhe... Në pas me dorë tërkit, po e dorë tërkit të më thanjen e bukur. Edhe në këtë drejtim besoj që e kam punu me përkushtim, sepse vetë kthimi im në Kosovë ka pas një qëllim të jem pjesë e ndërtimit të murit apo të kalas të quajtur Kosovë. Në këtë drejtim nuk është modeste të flas, po ka qenë mjaft sfiduese, po në qofse i madhi Fadil Vokri ka rrit të bëj mrekulli me antarësimin e Kosovës në FIFA dhe në UEFA, në atë kohë Oda Ekonomike e Kosovës është antarësuar në të gjitha instancat ndërkombëtare, duke filluar prej Euro Chamber, prej ICC, prej WCC dhe në gjitha këto instanca ka qenë lider, pa fusnot, pa rezolutë 1244 dhe e njohur si Oda Ekonomike e Kosovës në gjuhë shqipe. Në gjuhë shqipe. Dhe vërtet ajo punë është mirëprit dhe është vlerësuar nga faktorë ndërkombëtar, nuk ka qenë e lehtë sepse vërtet po e them drytën tani të parën. Kur u ktheva në Kosovë, kisha një intervistë për BBC dhe më pyeti një gazetar i BBC-s, çka mund t'ju thush trive të tjerë ti motivoni që të kthehen në Kosovë si ju? Thash të ktheheni në Kosovë duhet të shndroheni një blet, ta gjeni vetëm nektarin pozitiv, sepse realiteti si realitet nuk është i trisht, po kur ushqesh vetëm atë pozitivitetin që e gjen t'jap fortë dhe koraj për të qëndruar dhe bëna një krahasim, nëse analizon edhe bletën edhe gjarpnin, për të njëjtës lulë që nektarin e thith bleta bën mjalt, e për të njëjtës lulë gjarpni bën helium. Dhe në këtë drejtim dhe definitivisht ka qenë një periudhë ku është punu, jon hap, do të thotë shumë iniciativa, kemi qenë pjesë qoftë në CEFTA, qoftë në krijimin e procesit Berlinit, qoftë në RCC, më vonë, do të thotë me urdhër të Angela Merkel, mu dha kjo detyrë e re, kështu që vërtet ka qenë një periudhë që besoj ata që dëshirojnë ta vlerësojnë, kanë arsye ta vlerësojnë, mirë po ata që s'dëshirojnë le të mirën dhe pajtohen me këtë fat. Në Oda Ekonomike është shumë e rëndësishme për çdo vend. Çka i vlen një vendi? Diplomacia ekonomike aktuale e vendeve të rajonit, në veçanti e Serbisë, kur nuk kishte pas këtë fuqi lobuse për pas Odën Ekonomike të fuqishme. Kroacia e ka të njëjtën dhe është shumë interesant, po ja themi juve, po ndoshta është dash këtë ja themi politikanëve në Kosovë. Rëndësia e odave ekonomike vjen në pa atëherë kur për shembull sot në iniciativat rajonale të Ballkanit Perëndimor në Evropë dërgojnë politikanë të kalitur në emër të Odës Ekonomike që të lobojnë për shtet apo kundër armiqve.
Për shembull, për mua ka qenë shumë shqetësuese kur në Këshillin Rajonal për Bashkimin Ekonomik, të quajtur si RCC, personi i dytë në atë iniciativë rajonale ka qenë ish ministresha e integrimit të Serbisë që ka udhëheq negociatat me Serbisë dhe Brukselit. E njëjta kalon në këtë iniciativë rajonale si përfaqësues e odës ekonomike, ndërsa tani e njëjta e ka lëshu RCC-n dhe është ministër në kabinetin aktual të qeverisë sërbe. Të Vučićit. Dhe në vend që në Kosovë të mbështetet një institucion, të krijohet një traditë, sepse në fundit unë kam qenë atë kohë kur e kemi kremtu 55 vjetorin dhe çka ndodh qeveria aktuale, në veçanti Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, vjen me një ide vërtet të çmendur, thotë do ta themelojmë një odë të re. Para mendoni të thuat që për inati themi kushtimisht presidentit Federatës së Futbollit të shkatrohet federata dhe ta bëjmë një federatë të re, është çmenduri. Ose më kujtohet kur kanë filluar bombardimet në Dubrovnik dhe një gazetar e pyet kryetarin e Trebinjes, që ka qenë barc i luftës në Dubrovnik, thot, a jeni çmendur me bombardu Dubrovnikun, dhe përgjigja ka qenë aq idioteske, sa thot, po e bombardojmë se do ta ndërtojmë një Dubrovnik ma 30 vjetër. Ma 30 vjetër! Po e çmendur kështu në... Edhe në Kosovë, në vend që të mbështetet një institucion kredibil i pranuar ndërkombëtarisht, ku sot kryetari aktual është kryetar i forumit më të lartë të Oda e Ballkanit Perëndimor dhe antar një Eurochambers, po ky është një mjerim që në Kosovë është politizuar. Një absurd i llojit vet. Pastaj keni dhënë mësim në për universitete ndryshme? Po. Me i thënë të drejtën për krejt punëve që i kanë bën një jetë puna ma me krenari dhe që më bën krenar është puna do të thotë me studenta. Mi po erdha në një moment kur u binda që në Kosovë ka shumë më tepër profesor dopt se studenta dopt. Dhe kur profesorët janë të dopt, çka prit nga sistemi i arsimit. Ne zakonisht flasim për probleme ekonomike, ne flasim për korrupsion, për probleme ndryshme. Mi po besoni që brenga ime më e madhe është shkatrimi i arsimit. Një shteti që shkatrohet arsimi, varroset ardhmëria. Më kujtohet vizita e fundit në Johannesburg, në Afrikë dhe më bëni përshtypje fasada e universitetit shtetëror. Vizita juaj? Po, më bëni përshtypje fasada e universitetit dhe thot, nëse dëshironi ta shkatroni një shtet, mos i hudhni predha dhe granata, kalojani studentat pa dieni. Absolutisht. Dhe vendosja një studenti... E keni shkatruar me vull. Dhe sot, vendosja një njeri të paditur në një pozit, çfarë do të qoftë, jo 27 vjet varrosje të atij institucioni. Edhe dyta, çka e bën, do thotë Kosovën dhe Ballkanin të veçantë, gjatë qëndrimit të fundit në Baltimore, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bisedoshëm për Ballkanin dhe për Evropën, një profesor e thot me ironi, po në një mënyrë shumë reale, thot dallimi mes neve si Amerikë dhe juve në Ballkanin Perëndimor, në veçanti në Kosovë, është fakti që ne themi gjithmonë lëshoja një udhën të mëshmit, e në Kosovë thoni lëshoja një udhën budallës. Dhe para mendo kur një paditur, një budati i tillë vjen në pozitë, cilat janë damet që e bën. Dhe në këtë drejtim besoj mungesa e një kontinuiteti është duke na vërtet varrosur, por ajo që ka shumë interesant, besoj që sot arsimi është mu ashtu qysh e ka dash Akademia Sërbe që nga viti 1908-13 edhe do të thotë kohën e Qosiçit, ku thotë nëse dëshironi ta shkatroni boshtin kurrizor të nacionalizmit shqiptar, shkatroni arsimin, ne jemi sot aty për fat të keq. Për këtë e ke lënë? Kjo ka qenë arsyeja kur e kam pa që nuk dua të jem pjesë e mekatit të prodhimit të diplomave pa dieni. Të prodhimit të diplomave pa dieni. Edhe kjo s'është me dorë turkit, po thënien me dorë turkit. Megjithatë keni lëviz shumë. Vetë njeriu si natyrë është tepër kërkuese. Pastaj për fat mirë duke kërku bëhet krijuese. Gjithsesi në vazhdimsi, po kjo nuk do të thotë të gjithë, se po të kishim qenë të gjithë, po sa mirë i shkon. Mrekullisht bë kjo punë, po ju bëni pjesë në ata me shumë energji, nga ata kërkuese, krijuese, kërkuese, por shembulli juaj më bën me pyet, pse të diturit si puna juaj në Kosovë hezitojnë me hyrje politikë? Që kemi as nevojshme. Në rend parë një obligim moral të them një të vërtet që nga politika mohohet.
nuk mund ta merrni me mend sa ka njerëz mençur, sa ka intelektual dhe sa ka dieni në Kosovë. Ky vend. Ky vend. Unë krenona. Besoni, po e them, hajde të marrëm vetëm ekonominë. Kur i ndizoj disa profesor, disa ekspert fushave të ekonomisë, mund vjen marrë sa nuk di para tyne. Mirë po, problemi më i madh është që ne në Kosovë gjithë dua të rrukasim për intelektual, po askush nuk i don intelektual afër vetit. Sepse sot ka vlerë servili, i padituri dhe i dëgjueshmi. Edhe budalla. Lutem. Dhe derisa Shonja udhën budallës. Absolut. Pastaj bëhet kauz. Absolut. Shohel shohen. Po e them me keqardhje, kanë kaluar shumë